Si? Politika nuk është të të dhe forme. Rama qysh Berlin e hangri. Takimi parë që ka qenë që ka qenë Trumpi prezent e hangri. Ju e pat edhe kur u bo katedralje. Inaugurimin e katedralit, ku rritë Rama. Edhe i thanë, dorish tu e s'ke për të lëviz nga veni. Edhe s'lëviz nga veni. Rritë tavolin aty. Nuk është Rama. Në OKB ju, pa ta thonë që në OKB Rama nuk ikën, një muaj para ju kam thënë që Rama nuk ikën në OKB. Dhe Rama s'vajtë. Se nuk e kalon do të oqeanin. Pa sa gënjerë Rama, është problem tjetër përse. Po kush i ka mbetur? Meloni, Netanyahu? Ka ngelasin dhe vizita që bëri këtë Netanyahu. Ai bëri një vizit për të kërkuar një mbështetje që mendoj sepse ka dhe atë kompanin që e ka sjellë në Shqipëri, një kompani izraelite e cila është sankcionuar nga NATO. 2 muaj para se ky të firmoste kontratën, është sankcionuar nga NATO. Dhe ky mendoj se duke vajt atje, duke taku Netanyahu, duke bërë atë pistliku që bërë atë palovos fjalimin që mbajti, mendoj se do bëhet ura nërmjet Izraelit se edhe këshilltarin e vetë ka Izrael. Që fute ka këshilltarin e vetë Rama. Dhe Izrael vjen edhe takon papën, se dhe papa është Amerikan. Dhe mendon se nëpërmjet tyre ky do bëj ato urat. Nuk i bën dot. Se administrata Trump nuk funksionon në të lloj forme. Trump është përfaqësues, po atje ka i parti. Ata janë konservatorë, ata nuk janë liberalë. Nuk janë të majtë. Nuk ishte të shku ke Kamala Harris, po t'ishe Kamala, po kishe vajtë Rama. E kishe bërë. Që qafe kishe, po si në do e pote. Shansi që nuk fitoj ajo. Rama që ka për edhe në Europë. Jo shqinë edhe në Europë nuk kam më. Melonin e keni pa më me Melonin Ramën? Absolutisht jo. Erdogani, turime, po. E pa ty se ku ishte ullë Elisa Spiropari në takimin që bëri me ministrët e jashtëm të Ballkanit. Tavolinës. I femër ishte ullë në fund tavolinës. Se dhe pozicioni ku ullë është tregon shumë. Si kemi mirë punët as me grekët tani? Po, jo, me grekët u mundu Elisa me i rregullu. Me grekët do t'u i falë detin ai. Pa e që qenë mbyllur se nuk ka vajtë në gjukat akoma, kështu që nuk është se kemi falë gjithë deri tani. I kërish pra të është duke bërë, po them, do me i falë detin. Pra, Rama jep çdo gjë për të ndetur në post. Por, tek e fundit, se jemi dhe na kanë futur edhe në NATO. Edhe duke qenë pjesë e NATO-s tash jepen ca hesape më ndryshe. Se jo se ne jemi vënd i NATO-s edhe ne kemi ushtrije, kemi politike, kemi ekonomi dhe në takome që na futët. Ashtu si çdo na fusin dhe mbaje, kur ta fusin, kur ti mushet menja. Jo se ne në atë kooperativ duhet jemi. Se jemi kërkushi. Por do vi moment për politikat e tyre, për interesat e NATO-s dhe jo Bashkimit Evropian, po të NATO-s. Ne do jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Nuk do jemi se ne plotësojmë kushte. Le pallavrat e këtyne. Se ne s'kemi asnjë kusht që plotësojmë për të qenë pjesë e asaj Europe. A keni dëgjuar ju Trumpi kur thotë që duhet të jeni pjesë e Bashkimit Evropian? Ç'lidhje ka Trumpi, po ta marrësh kështu me deklaruar se ne duhet të jemi pjesë e Bashkimit Evropian. Jo, është NATO. Është politika e NATO-s, është gjeopolitika në këtë mes. Dhe ti si vend i tillë brenda kësaj Europe duhet të jesh këtu thotë. Që mos vit marrja i kinezi, mos vit marrja ai rusi. Pra, ne na fusin vetëm për geopolitik, jo sepse ne jemi një vend që kemi politikën, kemi të fort ushtrina, kemi të fort ekonominë. Qa kemi ne të fort? Asgjë s'kemi të fort. Ne s'kemi fare, jo të fort, po s'kemi fare. Zoti Merkoçi, kam dhe diçka të fundit për ta mbyllur në bisedën e
para fundit që ne kemi zhvilluar bashkë, ju më thatë në 10 orë që Belinda Ballukun është një dorë që e mbron. Po në këtë moment është akoma ajo dorë që e mbron apo nuk ka, domethënë gjithë e kanë lëshuar. Jo, e mbron, po. Mund të ndikojë tek ajo që do vendosë në parlament kjo dorë? Po. Do i bëhet presioni ta ketë Rama tashmë. Do ketë presioni më të madh do ketë Rama tashmë me vendimin që mori gjykata kushtetuese, presioni më të madh do ketë Rama. Dhe Rama pranoi ndikote dhe sulmonte gjykatën kushtetuese. Pranoi Rama ka dërguar ministra, ka dërguar para, gjithë e ka bërë. Pranoi bëri dhe lojën e rrogave të gjyqtarëve, nëse po aty u arriti në mënyrë indirekte, po se dia a e plotson atë që ata kërkonin. Dakor, pra, po jo më kote bëri e lëshoi dorë në këtë lloj forme. Nuk e lëshoi. Bëri dhe kërcënimin me anë të Ulsimanjës. Po pra, bëri kërcënimet, bëri këtë, e lëshoi në një farë mënyrë dorën, jo drejt për drejt, po e lëshoi duke futur edhe policinë edhe këto. E bëri në këtë lloj forme, pra që unë nuk po ja u bëj juve, po ja u bëj në këtë formë. Është si puna e saj, unë s'po jap vendimin kundra, po ta lej pezull. Pra, po dal 4-4, po ty nuk po dal kundra. As pro, as kundra. Edhe Rama këtë po luan. Dhe Rama tashmë do luaj do lëshoj gjithë bateri, do t'i lëshoj në dhe mos harroni se sa mbledhje ka bërë grupi, ka bërë Rama. Dhe sa kërcënime ka bërë brenda grupit. Brenda grupit vetë sa kërcënime ka bërë. Po e fundit i hiqet mandati apo shkarkohet nga detyra? Urdhro? I hiqet mandati për t'i vendosur pikat mbi, i hiqet imuniteti, pra i jepet autorizimi SPAK-ut apo shkarkohet nga detyra? Kush nga këto dyja? Nga detyra është e shkarkuar. Po, e pezulluar, okay. Po pra e shkarkuar, jo, pezulluar, vendimin e SPAK-ut kur thot pezullim nga detyra, pra shkarkohet nga qeveria, Belinda Balluku ikën. Po, pra ju thoni që do ta shkarkoj tani. Jo, është e hikur, s'ka, është vendimi i gjykatës kushtetuese, mbaron ajo punë. Se pavarësisht se ka dalë 4-4, por një vendim kur del 4-4. Atëherë do kemi zëvendës kryeministre dhe ministre të re. 3, po. Ju do që leja hypi, po s'dihet, mas e sjell prapë. Dhe pjesa tjetër është gjykata, kjo, SPAK-u tashmë ka dërguar një kërkesë, por në kërkesën që ka dërguar nuk është më vetëm për tunelin e Llogaras. Janë edhe për lotet e Unazës. Kështu që është e pamundur, është e palogjikshme, e pamoralshme që ai kufën t'i mbaj ata në komision të mandateve. Unë jam dakord që në komision të mandateve do dalin 5-5, po këtu prap janë 5-5. Pra do kalojnë në seancë. Po s'm kishe vajt mendja te kjo që mund të ishin barazim dhe këtu. Edhe këtu barazim janë 5-5 janë. Dhe do kalojnë seancë se s'bën. Mund të shtyt ditët, por jo që t'i dalin në mbrojtje dhe ta përforcoj atë pjesën që Belinda Ballukut të mos i hiqet imuniteti. Ose të mos i jepet leja, më mirë themi, për SPAK-un për ta arrestuar. Zoti Merkoçi, unë falenderoj shumë për shpjegimet e drejtë për drejta, troç pa hezitim për këtë çështje, se ishte shumë edhe teknike, përveç asaj politike, po faleminderit që bëhet më thjesht për publikun, edhe në emër të tyre dhe unë falenderoj shumë. Faleminderit edhe juve.